Nën zhurmën e armëve që her pas here dëgjoheshin, disa mësues mbanin orë mësimore. Kur mësimi nuk mund të zhvillohej në klasë, shfrytëzoheshin shtëpit. Kur kishte granatime, nxënësit gjenin strej duke futur kokën në bankat e shkollës, e në përcopzat e fletëve gjysmë të djegura, vizatonin shtëpi të shkatëruara. Dëshmi e atyre ditëve, ku nxënësit e klasës së parë mes frikës për jetë vdekje, mësonin shkronjat e para, është ditari ati viti i ruajtur nga ish mësuesit. Në për klasat e improvizuara me nga rreth 30 nxënës, disa të ulur e të tjeret në këmbë, mësuesit e shkollës fillore dy korriku në Tic, por rreth një muaj zhvilluan mësimin në 2 shtëpi private, pasi objekti shkollës ishte shënjestër i sulmeve të ushtrisë serbe. Ish mësuesi Abdullah Qora i tregon se rreth 260 nxënës kanë mbajtur mësim në këto 2 shtëpi private. Ai rrefen se si ato pak copa të bankave bëheshin buroje nxënësve dhe mësuesve kur dëgjoheshin krismat. Klasat kanë qenë pejt paras dhe në 8-ën, atër s'ka pas klasë 9, parafërsisht dikun 260 nxënës, nuk kam shënimet sigurta, po jam këtu se kam qenë kujdestare shumë klasëve edhe e di, dikun 260 nxënës kanë qenë, mbi 30 nxënës ka pas çdo paralele, se tani kemë përfshi edhe nxënës tjerë, pa ditarin pari kishte nxënës edhe peja Qarive dhe pa të peju Brije. Këto 2 objekte ka zgjat pej 25-it deri me 17-6-it, dikun i bjen 27 ditë. Po mësimi dikun 25 minuta ka zgjat ora, jo ma shumë se kushtet kanë qenë tilla për me liru mësimin me fillu. Se këtu kanë qenë 2 dhoma, atje 2 kotra, këtu kanë qenë 28 paralele. Është dashtë ma shpejt me krymësimi me vazhdu ndrimi tjetër i radhës për shembull. Tu i kena pru atëherë bankat e shkollës, i kena pru korrikat e shkollës, i kena pru tabelat edhe kena pru shkumsat. Nxënësit nuk kanë qenë pajisur me tekste mirë që duhet, po pjesërisht, edhe ato nga frika në shtaorë, nxënët edhe pa tekste, se kur i kanë i granatimet mas ditët, nesër ka pas marrë në shkollë, asaj se ka ditë ku po shkën atë që po bëhet ta, që apo kthehet në shtëpi, as po kthehet ta. Zakonisht kur ishin mësim edhe ne ishin granatimet më të mëdha, ato në kryt ndërbankësht ishin nga frika. Jo veç ata, po edhe mësuesin ashtu. Veterani i arsimit Abdullah Qora i potencon se bashkëfshatarët Beqir Mehmeti dhe Selim Smajli vullnetarisht kishin lëshuar shtëpitë e tyre në mënyrë që fëmijët të mund të merrnin dije edhe në kohë lufte. Viti 1997-98 karakterizohet me vështirësi gjatë procesit, për arsye se me 27 nëndor të vitit 97 vritet mësuesi Halit Geci në shkollën e Lahushës dhe që nga e datë mësimi vështirësohet në gjitha shkollat e komunës Skënderajt. Me 27 dytit, me sulmin mbi Qereza e Likashan, mësimi është ndërprej me urdhër të Këshillit Komunal të Arsimit, ndërprej për një kohë në gjitha shkollat e Skënderajt. Por ka vazhdu vetëm për një 3 ditë. Këshilli Komunal i Arsimit më vonë ka parapa që mësimi me fillu në të objekte private është data 25/98. Ky është objekti i dytë përveç objektit të Beqës, domethënë nxënësit e shkollës Ticës mësimin e rifillojnë me datë 20 maj 98 në shtëpinë e Beqir Mehmetit, edhe këtu në objektin e Selim Smajlit, të cilët me vetë dëshirë më të madhe, edhe kanë kontribu shumë, na i kanë leju që me i prunë nxënësit në këto 2 shtëpia. E mësuesi Sokol Zeneli rrëfen për rastet kur fëmijët në klasë të parë fillonin të qanin e kërkonin të shkonin tek prindërit e tyre, pasi dëgjonin zhurmat nga të shtanat e armëve. Kur ka pas granatime ose gjuajtja, ata me njerë përncetrimin kanë pas një frikë se çka po ndodhe me familjes. Nxënësi i klasës parë, mësues, a muj me shku në shtëpi me ndërprej mësimin se i ndodhi diçka mamit ose babit. Ja ka qenë ajo është tash edhe kam edhe emocionet e përzira, domo çat që nisha vetëm shumë keq. Po nxënës, po se si klasa parë po më ka ndodhur. Bash pyetje me vend ajo më ka ndodhur. Kur është ndërprej mësimi, ajo keni treguar një ditë më herët për shembull smor prej nesër ose çyshe kanë ditë ata? Ja, s'ke mujt veç ke përmes prindërve s'ke mujt kur fak komunikatë vetëm do të më i tregu dikujt në prindi në lagje për shembull dikujt përfaqësuesit lagjës apo
ka qenë edhe ekipi emergjent të grupi, aty në këtë regu se jesë ke mujtë kush se siti me ja, ashtu a informacion nuk konë një vdekur, do mos ke mujtë me të regu, me homos hajde nesër. Këtu si pas qenimi si pa të nditari, kësha pas registru në 29. Pyetja kanë bërë çdo herë, ata kanë bërë çdo herë për luftë, sidomos kush ka qenë atë mjashari, nuk e mja shpjegu, po ata si të vegjel nuk më ishin fort me a o konë i madh, a o konë atë ma ushtrime, pse kanë, do më ishte fjallë tani, ato që e vrajtën në Mars, pse kanë vrojë, si ka origjinale. Ata pajtën e kishin një urrejtje, da i pushtuzve, qashtë madhe që edhe në bazë të vizatimeve paraqitshin. Jo luftën, jo shtëpinë duke djegur, se ata kanë përjetu vetë. Ose di kanë shtrinë vdekun. Mësuesi Sokol Zeneli, i cili në atë kohë mësonte gjeneratën e 2 të tij, thotë se gjatë kohës së luftës, kushtet për mbajtjen e mësimit ishin të mjerueshme. Pikërisht ku jemi tash këtu, kushtet kanë qenë edhe në shkollë nuk kanë qenë kushtet e mira, duke filluar nga mjetet didaktike, mirë po edhe këtu edhe më të mjerueshme. Mirë po falë vullnetit të mirë edhe gjendje lufte që ka qenë, ne kemi bo të obligueshme që me mbajnë mësim në atë gjendje. Unë si mësues i klasës parë, detyrimisht e më detyrua që bashkë me kolegët e mi, me drejtorin, me mbajnë mësimin ashtu në atë gjendje që ka qenë, edhe pse kuptohet gjendje lufte. Ato me thotë e korriga kanë qenë, po jo korriga si kur të improvizune, disa kanë qenë prisha, disa me shkami, tabela ka qenë një lloj drase, kështu më me thonë, shkumza, nuk më me paka pas ose heq, po edhe në klasë, disa ullë kanë qenë, disa në këmbë, ashtu kemi mbajtë mësimin. Punoja edhe këtë edhe ndikos. Në atë kohë s'kishte gjë as shkumsa. Një rast tepër e veçantë ishte kur mblidhja shkumsa të vegjël edhe shina në fitil e bësha fitile me shkumsa të vegjël e pësilja në shkollën e kurrikën e tij. Edhe një rast e veçantë. Këtu që shini këtu fusha, i kishim tentat, edhe një rast, një rast, arsimtari Ismet Ahmetaj ishte në klasë. Ndërkohë i qonë baktin dikush, këtu edhe to po, një dele me zile, tropon, ka fushat, edhe delë arsimtari i qonë në zotë. Tha qka po në Ismet pse e qove? Tha razilja. Do më tha e kishte dëgjuar zilen e të baktive. Aq kishë mundësi, se s'kishëm zile, se në kishën mund zilen edhe ata. Edhe ata në kishën mund.